Pasojat shëndetësore të personave që kanë thithur gazra helmuese në natën e djegjes së diskotekës në Koqan mund të jenë çrregullime serioze të gjithë organizmit, para se gjithashtu tek organet respiratore, por edhe tek sistemi nervor. Kështu sqaroi drejtori i klinikës së toksikologjisë Andon Qibishev. Të gjithë pacientët e shtruar në klinikën e toksikologjisë, tregoi ai më tej, ishin të ekspozuar ndaj përqendrimeve të larta të monoksidit të karbonit. Otrovni gasovi. Gjatë djegjes së materialeve në ato objekt, janë liruar një grup i madh i gazrave helmuese. Kjo mund të shkaktojë çrregullime serioze të shëndetit, praktikisht të gjithë organizmit. Targetet do të jenë organet respiratore, të cilat në fillim vijnë në kontakt me këto gazra. Megjithatë, gjatë helmimit me këto gazra, sidomos me monoksidin e karbonit edhe me dioksid karbonin, mund të ketë dëmtim të sistemit nervor, të nervave periferike, zemrës, veshkave dhe mushkërive. Pacientët që po mjekohen në toksikologji se janë në gjendje stabile dhe pa manifestime klinike. Edhe pacientët që do të lëshohen nga spitali, tha Qibishev, do të jenë në kontroll të mjekëve sepse tek personat e helmuar, komplikimet mund të paraqiten edhe më vonë. Dobrata vest o denese to. Lajmi i mirë është se të gjithë janë në gjendje klinike stabile, pa manifestime klinike. Mirë po, ne nuk jemi të kënaqur deri në fund, nga gjetjet laboratorike, ato toksikologjike dhe nga gjetjet e gjendjes metabolike. Prandaj, kërkuan që pacientët që janë tek ne të qëndrojnë deri të hënën, të bëjmë disa analiza shtese dhe do të marrim vendim se çfarë do të bëjmë më tej, edhe kur t'i lëshojmë në shtëpi. Ato pacientë një periudhë të caktuar do të jenë nën kontrollin ton, sepse helmimet mund të shkaktojnë edhe komplikime të vonshme. Në këtë klinikë që nga fillimi janë pranuar 20 pacient, prej tyre për shkak të gjendjes së përkeqësuar shëndetësore, siç bën me dije Qibishev, janë dërguar në klinika tjera, sidomos në klinikën për anestezion, reanimim dhe mjekim intenziv, sepse ata kishin nevojë për ventilim mekanik. Disa janë transferuar edhe jashtë vendit, ndërsa aktualisht të hospitalizuar në këtë klinikë janë 7 pacient.